Jemi në një podcast tjetër të Ju Flet Kombinatit, të qytetit brenda kryeqytetit. Përsëri shumë interesant si podcast, sepse këtu jemi rikthyer tek tema e veteranëve të luftës nacionale shqiptare dhe këtu kemi tani pasardhësit e tyre. Pra kemi brezat, po themi brezi i tretë në këtë rast, apo jo, i tyre që është këtu përmes Viola Çakaj dhe që është në krahun tim djathtë dhe Elios Çami, që është në krahun tim të majt dhe që janë dy pasardhës të familjeve të veteranëve dhe që janë biles këtu në tavolinat. Në tavolinë kemi dhe dokumentat e tyre të njohjes edhe të dokumentimit ose si quani këto, janë teserat e pasardhësit veteranit. Juve e keni nga kjo anë e kuqe dhe dhe me goxha logo, design. Viola, me të gjitha të dhënat gati një dokument i vërtet identifikimi. Në fakt e kam pak më të vjetër, duke qenë se... Që ke shumë i vogël tu. Shumë i vogël. Po edhe ka që i vogël e kuptoje çfarë ishte ky dokument edhe doje ta kishe. Ishte një gjë shumë e rëndësishme, më shumë të unisa nga gjyshi. Gjyshi është pasardhës veterane. Këtu është shumë vite. Më kishte folur shumë për vlerat e luftës nacionale, antifashiste nacionale çlirimtare. Dhe me këto vlerë jam rritur flasim edhe gjatë periudhës që kam qenë në shkollë. Kam pasur fatin që së fundmit kam qenë pjesëmarrës në një përfaqësim të studentëve ekselent të Shqipërisë, ku pata fatin e madh që të më jepi dhe medalje art nga vetë kryeministri Edi Rama. Është një kënaqësi e madhe gjithmonë që të kem se çfarë t'jap te vendi im për te vlerës së medaljes, është puna që kam bërë gjatë gjithë viteve të gjimnazit për të arritur deri në atë pikë. Një finalizim ku do kishte më të bukur se sa të bëhesh edhe pjesë e organizatës së pasardhësve veteranëve. Biles ishte një kënaqësi e madhe e gjyshit për të krenuar dhe me bashkëmoshatarët e vet që nipi im është pasardhës, por megjithatë ishte edhe dëshira ime e madhe për të qenë pjesë e vet organizatës. Që i vogël, siç thash, jam edukuar mbi vlerat e luftës antifashiste nacionale shqiptare ose lançit shkurt, dhe do të ishte kënaqësia më e madhe që pse jo të trashëgojmë këto vlera duke përcjellë dhe vlerat e organizatës që jemi pjesë. Atëherë unë jam Viola Çakaj, jam nxënëse në Gjimnazi Muslim Keta të njësisë kombinat dhe me shumë krenari vi nga një familje që ka dhënë gjithçka për lirinë dhe dinjitetin që kemi ne si atë dhe. Mendoj se si pasardhëse që jam me kësaj familje kam me vërtet shumë vlera për t'i përcjellur edhe tek moshatarët e mi, sepse mendoj se me kalimin e kohës të vlera do zhduken, nuk do përmenden më aq sa duhen dhe pse mos t'i jap rëndësinë e duhur kur unë e kam mundsinë. Dhe mendoj se kjo është e gjitha. E kam me shumë pasion, e kam me shumë dëshirë dhe pse jo mos ta pasqyroj dhe ta përfaqësoj si një e re që e kam shumë dëshirë. Tani, pyetja e vështirë që sërgjyshit tuaj, gjyshit dhe gjithë familja, pastaj prindrit, me siguri janë pjesë e një jete plot sakrifica dhe mundime. Natyrisht lufta është mbi të gjitha dhe këtu pastaj është ndryshe nga gjithçka tjetër, pra është një betejë që nganjëherë ka qenë edhe vetë mohuese, ka qenë edhe vetë sakrifikuese. Por çfarë ka ndodhur me ta? Ku janë ata? I keni gjyshrit? Po. Unë gjyshrin e kam, po sërgjyshin që ka qenë veteran, flasim, ai pati fatin që jetonte edhe pas kohës luftës. Mori pjesë në 3 luftra, si ndaj Perandorisë Osmane, Italisë fashiste, ashtu dhe Gjermanisë naziste. E pati fatin. Biles në një episod. Dhe i kanë mbijetuar të 3 luftrave. Po, të 3 luftrave dhe ka qenë pjesëmarrës, që në moshën 15 vjeçare, duke qenë se u vra baba i vet, u vra pabesisht nga andartët grek, fatkeqësisht u detyrua që të rriste i vetëm të kujdesej për nënën e tij rreth parë, po edhe 3 motrat. U bë pjesëtar i luftës dhe vazhdoi derisa erdhi dita e çlirimit, dita e shpërpritur e çlirimit. Fatkeqësisht ajo që vëre unë sot është tek brezi i ri, i cili nuk ka një ide shumë të qartë të luftës, dhe kjo është një gjë shumë negative. Pasi shohim shumë vende që
ose më saktë ndërlidhin luftën me pjesën e sistemit që erdhi që pasoi. Nuk ka asnjë gjë të gabuar të themi flasim të kujtojmë luftën për shkak sepse në qoftë se ne arrim të ruajmë identitetin ton sot, është për shkak të kësaj rezistenci që populli jon i bëri pushtuesit. Ka pasur shumë vende të cilët nuk kanë turp që të thonë që kanë pasur partizan, përkundrazi ka qenë një nga krenaritë e tyre më të mëdha dhe nuk i kanë quajtur kurrë në dëm të popullit të tyre, përkundrazi kujtohen çdo vit. Por të brezi sotëm nuk di ku mund të adresoj fajin, të bëj fajtor dhe nuk do të bëj njëri fajtor, po mendoj se duhet të ketë një interes më të lartë ndaj luftës. Të paktën nuk është e thënë që të kenë një pasardhës të drejtë për drejtë veteranësh, por duke vlerësuar lirinë që ata kanë sot, të imagjinohet që nëse vendi jon nuk do të ishte çliruar, nuk do të kishte rezistencë, se ku mund të ishte Shqipëria. Keni shumë drejtë dhe artikulove shumë mirë. Besoj i the të gjitha tek ajo që sapo fole, jo vetëm për rëndësinë, po edhe për vlerën që ka. Nuk diskutohet fare që është shumë e rëndësishme për gjithë ne, prandaj dhe jemi këtu sot. Ndërkohë juve nuk e keni. Jo, nuk e kam gjyshin, nuk është se e kisha mundësinë ta takoja, sepse ai ka ndruar jetë që para se të lindja unë, por me ato që më ka thënë babai im, domethënë vetë babai im ka qenë ushtar, domethënë ka bërë pjesën e ushtrisë për 2 vite, gjyshi im ka qenë partizan, edhe si të them në familjen time, në fisin tim kanë ngelur ato vlerat, edhe akoma vazhdojnë flitet sot e kësaj dite, ti përkujtojmë me nderim edhe me mall, sepse janë në vërtet domethënë pjesë shumë të rëndësishme të së kaluarës së historisë tonë, dhe unë mendoj që nëse ne nuk dim historinë, nga kemi ardhur ne, sa sakrifica kemi kaluar, nuk mund të vazhdojmë dot drejt një të ardhmes së dritur, edhe që me vërtet t'ja vlej. Dhe mendoj se ne pasardhësit jemi ura e vërtet që mund të krijojmë ndërmjet sakrificave të kaluarës për një të ardhme sa më të mirë. Dhe mendoj se këtë gjë duhet ta kuptojnë të gjithë të rinjtë e sotëm. Ndonjë histori e veçantë juaja, ju nuk e keni arritur gjyshin, po ai pas ka qenë goxha i fortë dhe goxha pigment, lufte ka patur që ka arritur t'ja transmetoj edhe pa ju arritur ai juve. Megjithatë ai duhet të jetë i qetë në atje lart ku ata janë në qell, sepse ju jeni shumë mirë dhe jeni fëmijë kaq të edukuar e kaq të mirë rritur, se duket shumë qartë edhe nga mënyra se si artikuloheni dhe me çfarë përgjegjësie e thoni këtë që thoni. Gati duket sikur jeni në një mision për të edukuar dhe të tjerët. Edhe kjo gjë është një gjë krejt e pastër e ardhur në shërbim të vendit, edhe në shërbim të shoqërisë, po në një histori e veçantë, po themi e tyre në kuptimin e mënyrës se si ose ku luftuan, ose në një qark ku luftuan, në një brigadë, në një histori që e dini, apo nuk janë detaje që me sa më ka treguar gjyshi për babain e vet, që ka qenë në luftë në kohën që ishte kundra Perëndërisë Osmane, që ka qenë një nga rezistencat e para të popullit shqiptar post periudhës Skënderbeut dhe Ismail Qemalit. Në luftë, në një episod të rrallë është që stërgjyshi im takohet me Çerçis Topullin, një nga figurat kryesore të rezistencës, sidomos në qarkun e Laborisë në Gjirokastër aso kohë. Pjesë e grupit ishte e qetës më saktë ishte edhe Mihal Grameno, një lindas i shquar dhe shumë pjesëtar të tjerë. Stërgjyshi im mund të ketë qenë rreth 17-18 vjeç dhe shkonte në Gjirokastër për të shitur baktit, për t'i këmbyer në monedha aso kohe, që ishte, nuk e mbaj mend tani çfarë monedhe ishte në atë kohë, monedhe Perëndërisë Osmane me shumë mundësi, dhe për t'i shitur për një çmim, flasim relativisht mesatar për kohën për të martuar motrat. Rrugës takon Çerçis Topullin dhe duke qenë se stërgjyshi im ishte dhe i pjesëtar në luftë, ishte shumë i njohur në patriotët e zonës. Është episodi që në mes të pyllit, kur ai ishte çoban flasim, pa u nisur në luftë, takohet për Çerçisit dhe ndalet dhe i kërkon emrin. Ai përmend mbiemrin Harobishka dhe ngelet i habitur. Mbante edhe një yatagan në brez që i thoshin ato kohë, pasi ishte fëmijë, të imagjinohet një fëmijë pa në kohë të lufte, të jetë i vetëm, çfarë peshë mund të kishte ai mbi familje. Dhe Çerçisi thotë që ku po shkon dhe i thotë po ikin Gjirokastër për të shitur baktin për të martuar motrat, kam 3 motra për të martuar. Dhe i thotë ndalu, i thotë, meri këtë, ishte një qese si mund të themi,
në atë kohë, i jep disa moneda dhe i thot baktit mbaj, merr edhe këtë dhe ktheu në shtëpi dhe bëj të fala mëmës, flasim mamas së vet. Ky kthehet në shtëpi dhe i thot të ëmës, i thot më dha këtë qese çerqizi. Ata fatkeqësisht duke qenë se ishin rritur jetim, nuk kishin pasur mundësi të arsimoheshin, pra nuk kishin aftësinë për të numëruar se sa para kishin. Ikën tek një i zgjuar i zonës, se mund themi, ai që kishte bërë më shumë shkollë dhe i kishte dhënë jo para, po thuajse 4 fishin e vlerës që do të merrte nga shitja e baktive. Kështu arriti të martonte 3 motrat. Për mos u zgjatur, duke qenë se mori iniciativë kaq të madhe nga çerqizi, arriti të bëjë edhe pjesën pas e një prej çetave sulmuese që ishin kundra Perandrojës Osmane. Ai sa tregojnë dhe në episode që në një moment ai donte që të shkonte në Itali për të vazhduar shkollën ushtarake. Ishte shumë i zgjuar. Nuk deshi, donte të investonte, të rrinte në vendin e tij, të kontribonte në shlerimin e tij dhe kështu vazhdoi deri më pas, derisa kaloi partizan dhe më pas shtlerimit. S'ka gjë, nëse ju nuk keni një histori kaq të veçantë, po pëlqen shumë historia edhe ngela kështu si po histori tamam nuk është se di posaçërisht, ndoshta mund më ketë treguar babi, por mund t'i kem harruar ose kështu, po. Ose fotografi ose kështu keni në shtëpi. Po unë në fakt kam akoma dokumentet që ka gjyshi, në fakt që ka patur gjyshi, edhe atëherë në kohën e që ka qenë koha e komunizmit, pasaportat e Tiranës që nuk lejoi të kaloje. Domethënë ato janë dokumenta që i kemi ruajtur akoma, fotot e atëhershme, që janë me vërtet që unë kur i shoh thjesht mallëngjem dhe thjesht mendoj sa e vështirë ka qenë jetesa atëherë. Kështu që në fakt, gjithë kjo që ju thoni, mënyra se si jeni kaq në brendi të gjithë botës së luftës, kuptimin edhe të lavdis, po edhe në kuptimin e një forme jetese në atë kohë shumë të vështirë, ju bën juve që t'jeni sot edhe më të qartë edhe më të kthjellët për çdo gjë që ngjet sot me ne, për realitetin e sotëm, ju bën më të përgatitur, ju bën më të duruar, ju bën më të vetëdijshëm me siguri për atë që është Shqipëria sot. Unë vetë vi nga një familje ku babai im ka qenë shumë i prapë, nuk lindte dy kur bashk, edhe familja për ta dënuar në një farë mënyrë e çon në shkollën e ushtarakëve dikur, ajo që më vonë ka qenë shkolla e Beksave. Dhe pastaj studionte për të bërë mjek, edhe bëhet mjek i përgjithshëm dhe pastaj mjek ushtarak, sepse ishte nga shkolla ushtarake dhe fillon transferimet nga Bureli, pastaj në Pasha Liman në Vlorë, në bazën e Nëndeceve, ku ka qenë dhe rusët, dhe pastaj në Gjirokastër, kështu që unë kam qenë, motrat e mia, e madhja dhe e vogla kanë qenë më përpara në transferimin e parë në Pasha Liman, se nuk ekzistonin kur ishte transferimi i Burelit, dhe unë fillova të bëhem pjesë e familjes 15 ditë në Gjirokastër në transferimin e tij të tretë. Dhe jam rritur me fëmijërinë time në Gjirokastër, por i lindur në Tiranë, i shkuar 15 ditë në Gjirokastër derisa ne u kthyem në vitin 1983 nga Gjirokastra, por familje ushtaraku që lante perimet ose frutat, po themi mamaja, dhe babai i lante edhe 2 herë tjera. Domethënë jo vetëm ushtarak, po edhe mjek. Imagjinoni tani se çfarë disipline në shtëpi. Unë qortohesha ose po themi ndonjëherë dhe jo vetëm me fjalë. Edhe kur shoku im i ngushtë bënte në një faj. Pra ideja ka qenë e një kërkese shumë të lartë, sjellje, edukate, kuptohet që mamaja mësuese, unë duhet merja gjithmonë 9, jo 10, se ka qenë në shkollën time, por duhet ta mësoja mësimin për 11-12. Keni parasysh, është problemi i madh, thjesht fëmia një mësuese dhe fëmia një doktori, edhe ushtarak, po për fat ai arriti ta mbyllte jetën e tij të punës duke ardhur në Tiranë, se atëherë edhe ngeleshe nëpër qytete dhe zvihet dot më nga situata që mund të gjente në këto punë. Edhe kështu që edhe unë ndjehem pak, ai nuk ka qenë i vogël në kohën e luftës, ka qenë shumë i vogël, se me siguri do kishte qenë luftë me natyrën që kishte. Xhaxhai ka qenë ka po themi shkrehur armë në luftë, por babai jo. Edhe nuk e kam të pjesën e veteranit të luftës, si më thënë në shtëpi, por shtëpi e një ushtaraku, edhe rritur me disiplinë ushtarake, dhe kështu që kjo na lidh pak. Po tani juve vetë dhe ju edhe njësia 6, pra ju dhe kombinati. Tani ata luftuan që ne të jemi sot të lirë dhe të jemi këta që jemi dhe vendi jon tjetë Shqipëria, tjetë një vend i pavarur, të ketë identitet.
të jemi qytetar të lirë në vendin ton, edhe të jemi pas 90-s, pastaj ne patëm një sistem të ri, edhe jemi në kapitalizëm në një farë mënyrë, po që bëhet shumë herë më e rëndësishme harmonia mes nesh, njeriu, të drejtat e njeriut, të drejtat shoqërore, pra cilësia e jetës etj. Dhe tani jemi në jetën tonë të përditshme këtu. Ju dhe kombinati, ose juve ndoshta nuk banoni sot në kombinat, po jeni me gjithë familjen nga kombinati. Kështu që ju dhe kombinati, sepse podcasti jonë është për kombinatin, dhe çfarë do donin ata gjyshrit tuaj dhe së gjyshrit tuaj të kishit pasur ju sot, të kishim sot, si e shikoni ju sot kombinatin? Atëherë unë vi nga zona e Tepelenës, stërgjyshin e kisha nga Tepelena, më pas stërgjyshin mundsoj që gjyshit më vinte mua në Tiranë. Në fakt babi im ka lindur në zonën e Bllokut, domethënë. Okay. Dhe nga Blloku ne jemi zhvendosur para diku tek 20 vitesh në kombinat. Domethënë lindur, rritur në kombinat. Nuk është se kam ndërmend të lëviz, as nga Shqipëria, as nga Tirana, por thjesht doja të thoja që kombinati është një si qytet brenda kryeqytetit që ka çdo gjë, por normal që e mira s'ka fund, le të themi. Mendoj se kombinati është thjesht një vend që na ofron mundësi gjithëve neve, gjitha grup moshave, të rinjve, edhe gjyshërve tanë, që thjesht të vazhdojmë jetesën tonë, sepse na e kanë mundësuar ata. Domethënë, falë atyre jemi aty ku jemi sot, falë sakrificave të tyre, falë mundësive që na ofron te kombinati, dhe mua thjesht më pëlqen shumë si zonë. Kaq. Të duket më njerëzore në kuptimin edhe të themi për masës që ka kombinati, kuptimin është më në dimension human, është më e qetë, është më themi si zonë e qytetit, se thua të pëlqen më shumë. Ka njerëz në kohë që mendojnë që i pëlqen më shumë qendra, po themi downtown. Mendoj se qendra është shumë me mbi populluar, ka shumë, po, ndërsa s'flë dot natën. Pikërisht, ndërsa si periferi e Tiranës pak a shumë mendoj që është kombinati, është si zonë më e qetë, edhe njerëzit mendoj se kanë më shumë vite që njihen me njëri tjetrin, jemi një si familje e madhe, kështu që. Po, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra, është rritur pjesa e lagjes, e lidhjes, e po, pikërisht, domethënë, shumë veta thonë që ka më shumë autokton që janë aty. Po, shumë veta thonë që në Tirana kanë humbur ato vlerat e mikpritjes, gjërat, ndërsa në kombinat mendoj se vazhdojnë akoma, sepse thjesht jemi një familje e madhe që gjithë e njohim njëri tjetrin, sa del domethënë në rrugë do njohësh të paktën 20 veta. Edhe sepse janë në vërtet persona që ose janë shpërngulur para shumë vitesh aty, ose kanë lindur aty dhe kanë parë domethënë gjithë eturinë e kombinatit deri ku është sot. Mendoj se kombinati ka akoma nevojë të zhvillohet, si çdo vend besoj edhe i Shqipërisë. Por them në krahasim me zonat e tjera, periferitë e tjera, edhe me qendrën, mua më pëlqen më shumë kombinati sepse thash ka ato të mirat e veta. Prandaj. Shumë mirë. Do se nuk jetë në kombinat vetëm për të bërë një ndërhyrje e kërkëndjes. Jo, është drejta jote. Fëmijëria zakonisht mbahet më pas moshës 5 vjeç e tutje. Është shumë vështirë që një fëmijë të kujtojë deri nga mosha 1 deri në 4 vjeç. Për fatin tim të mirë, nga mosha 5 vjeç deri në moshën 7 vjeçare jam rritur në kombinat tek gjyshrit. Dhe kështu një pjesë e madhe e fëmijërisë që mund të kujtoj, ato kujtimet e bukura të fëmijërisë lidhen shumë me zonën e Çabejve, që është një sektor i kombinatit. Janë kujtime shumë të bukura, megjithatë të them të drejtën sot ka ndryshuar shumë gjëra. Janë modernizuar marketet, pallatet, lokalet. Patjetër kjo vjen si pasojë e modernizimit që ka sjellë në gjithë zonën e qytetit. Në kombinat më ka bërë përshtypje në fakt sepse është nga zonat që ruhen akoma dhe sot emërtime ose toponime të vendeve, të fabrikave që nga koha e kombinatit që ka qenë më përpara, para 90-s. Është një gjë shumë e veçantë në fakt. Zona e fabrikës së Qelqit ose vetë zona e kombinatit si emërtim, janë shumë godinat janë ekzistuese për jo funksionale. Megjithatë është gjë shumë e bukur. Është gjë shumë e bukur. Po, edhe pallatet ndonjëherë kanë ca epitete. Po, i kanë. Edhe po është nuk e kuptova asnjëherë se ç'ne sheshi Garibaldi, sepse duhet ishte domethënë një shesh i quajtur me një emër shqiptar, por me siguri me ato ndryrje që do bëhet, do ketë shumë projekte zhvilluese tani, do ketë një plan gati të themi të ngjashëm
se e themi ndonjëherë kështu plani Marshall, po themi plani si në Gjermani lindore, dikur do ketë një plan shumë të fortë të kryeqytetit që do përfshi kombinatin, një singjash patjetër, edhe që do ketë ndryrë shumë të forta, do kemi një zgjidhje sa më parë të problemit të landfillit, do kemi një zgjidhje sa më parë të problemit të trajtimit të ujëve të zeza, që është një projekt tjetër që nuk ka ecur mirë. Do kemi zgjidhjen përfundimtare të problemit të pasojave të tërmeteve dhe të rindërtimit. Dhe pastaj unë para pak në një takim tjetër që kisha me profesorë të botës sportit, po flisim për projektin e madh të një qendre të madhe sportive multifunksionale dhe të një, pse jo, me shpresë dhe me ambicie për deri një stadium të një klubi të rëndësishëm dhe për shumë zhvillime, art, kulturë, ekonomi, industri, zona rekreative, parqe e tjerë, zona teknologjike, zona e re ekonomike në Prush, që do afroj një tjetër perspektivë për punësimin. Do ketë shumë të reja me kombinatin, por aktivitetet sot që flasim nuk janë ku duhet. Edhe nuk e di ju si e konsumoni pjesën e kohës lirë, pjesën e pasdites kur jeni të lirë, kuptohet, ose në rast se ju do donit, unë tani po bëhem unë më kritik se sa ju në një farë mënyrë, kur donit shkoni në një teatr, në një shfaqje, në një kinema, në një librari, në një bibliotekë. Ju nuk e bëni dot këtë sot në kombinat. Jo, duhet të vish deri në qendër që të mundsosh domethënë të dalësh me shoqërinë në vende të bukura, si ta themi, dhe besoj është goxha larg, diku tek 40 e ca minuta larg qendra, kështu që prandaj them sigurisht në fiks në periferi, dhe mendoj që do ishte me vërtet një investim shumë i bukur dhe i vlefshëm që kombinati të kishte ato zonat e tyre të duhura, ku të rinjt mund të shfrytëzojnë kohën e tyre të lirë, për të argëtuar, për të shkëputur pak edhe nga rrjetet sociale, nga telefoni. Mendoj që duhet kishte më shumë investime në këtë aspekt, edhe në aspektin e sporteve, sepse ka shumë të rinj sot që nuk din çfarë është topi. Unë për vete fëmirin time aty e kam kaluar duke lozur në lagje, në për rrugët dhe rrugicat e lagjes me shoqërinë time, dhe ka qenë ajo frika që me zor na kanë lejuar prindrit që do kaloj një makinë, ka qenë gjithmonë ajo frika. Dhe pse ka qenë fëmijëri e bukur shumë vetë. Po, pikërisht ka qenë shumë e bukur, po mendoj që do ishte akoma më e bukur nëse do kishte një zonë të sigurt ku mund me vërtet të lodhje, të argëtoshe dhe prindrit pa patur merakun e tyre. Edhe mendoj që edhe zona ku librari, për shembull teatr, që janë me vërtet zona që mund të kalosh me vërtet shumë bukur me shoqërinë pa patur nevoja të dalësh nga kombinati. Edhe me një transport pastaj pak më të organizuar dhe me mundësi më të mëdha për një lëvizje, por duke pasur jetën në 15 minuta afër shtëpisë, do ishte më lehtë në kuptimin e kursimit kohës edhe të pasurit të një Tirane edhe më të shfryrë, në kuptimin se të gjithë duke shkuar drejt qendrës krijojnë një bllokim trafiku dhe fluks që ndonjëherë është edhe në qendër nuk është më e dëshirueshme të jetosh. Ka vende që janë bërë të vështira të jetosh ndonjëherë për shkak të një fluksi që e përmendëm. Dhe ndërkohë po aktivitete që lidhen me këtë tesërën tuaj, ti e pas këtë kuqe flak edhe brenda, kurse ajo ishte e bardhë në brenda. Po aktivitete që lidhen me se nuk e dia e morëm këtë pjesën e parë të shumë e bukur kjo. Është në fakt. Po aktivitete që lidhen pra tani me lëvizjen. Po ne në fakt kemi bërë një aktivitet. Çfarë mund të bëjmë ne për ata, ne me ju vetë? Po ka qenë një aktivitet që është bërë vjet në Mistomame nga organizata e veteranëve. Aty domethënë ka qenë me recitime, me këndime, me vjersha, ku domethënë përmendeshin poezi për veteranët, për luftën, edhe ka qenë domethënë me vërtet një organizim shumë i bukur. Unë kam qenë vetë pjesëmarrëse, edhe më ka pëlqyer shumë dhe besoj se mund të kemi edhe përsëri si vjet. Mos u gabofsha në 3 maj, po, në 3 maj. Shumë mirë. Atëherë pas kemi tani afër edhe jam kurioz edhe unë që ta kuptoj. Në kombinate kemi fjalën, ë? Në Mistomame. Në Mistomame, okay. Pra domethënë në njësin ku jemi. Dhe a shkoni ju në këto aktivitete? Ju keni qenë te kjo, po ju vetë keni një organizim që ndihmoni ose se si organizohet kjo, kush e ndihmon këtë gjë?
Përtej faktit që flasim tani në datë 6 maj, jam thuajse 5 vite antar I organizatës së pasardhësve veteranëve, është për fat keq mund themi se shumë e ulët pjesëmarrje nga të rinjt. Kjo nuk do të thotë se të rinjt duhet domosdoshmërisht që të jenë pjesëmarrës të organizatave, por megjithatë përshtatimi I vlerave duhet të jetë një nga elementet thelbësor. Për këtë arsye, duke qenë se ka pasur shumë kontribues gjatë ndër vite të organizatës, ka pasur shumë drejtues, të cilët kanë sjellë politika të ndryshme, flasim në sistemin e menaxhimit. Por gjë që ka ndryshuar është aksesimi tek të rinjt. Për mendimin tim, vetë të rinjt duhet të jenë të angazhuar në krijimin e shërbimeve ose resurseve të tyre për të paraqitur vlerat e jo të kësaj organizate domosdoshmërisht, por parimet që ajo mban këtu e për shumë vite që për t'i ruajtur. Një aksesim I madh tek të rinj do të thosha do ishte gjë shumë pozitive, pasi edhe në mbledhjet që bëhen flasim çdo vit për ditën e dëshmorëve, që është simbolika e vdekjes së heroit që Ndoshta duhet të bëhet më organike, duke e bërë ndoshta edhe pak më si më thën më jo të pëlqyeshme, por domethënë më tërheqëse edhe për të rinjt, sepse ndoshta disa aktivitete ndonjëherë marrin një formë që mund të jetë më zyrtare dhe ndoshta ata në fillim nuk e ndjejnë veten aty. Ndoshta duhen metoda për ta bërë edhe më tërheqëse, jo për ta bërë këtë gjë që si më ti gënjejmë ata për t'i çuar drejt një mesazhi, se mesazhi në vetvete është shumë I qëndrueshëm dhe është shumë I rëndësishëm. Edhe nuk ka nevojë të zbukurohet për të qenë si më thënë I lexuar nga të rinjt. Po ndoshta duhet futur dhe më shumë në programe, më shumë në pjesën e aktiviteteve që bëhen. Për shembull, unë drejtoj sot një dikaster të rëndësishëm që merret edhe me thirrje dhe me grante që lidhen me kulturën apo me aktivitete kulturore, sociale etj, art, trashëgimi etj. Edhe ndoshta duhet më shumë mbështetje për aktivitete të cilat do të kishin një përfshirje jo të detyruar, por një përfshirje të paktën të organizuar të gjitha këtyre trupave rinore etj, lagje, njësi etj, të cilët ndoshta nuk e dinë fare që këto aktivitete bëhen, ose do kishin dëshirë ftoheshin, por nuk e kanë, pra një ndërthurje, një koordinim këtu çajlojmë, në përgjithësi çajlojmë te koordinimi I informacionit. Pikërisht, për podcastin që duhet bëjmë shumë për të shpërndar gjërat dhe për të informojmë njerëzit. Ndërsa unë kam shkollën time që janë diku tek 5 pasardhës të veteranëve, është drejtoresha, nëndrejtoresha, 3 mësuese dhe unë dhe gjithashtu presidenti e shkollës, që jemi pjesë e kësaj organizate. Ne gjithashtu kemi bërë edhe organizime, evente të shkolla, kanë qenë vjet, edhe aty isha pjesëmarrëse, që domethënë është bërë pak a shumë e njëjta gjë që është bërë në Misomame. Ne mundohemi që të bëjmë sa më shumë evente ku të jenë të gjithë grup mosha, nga të rinjt që nga mosha 15 vjeç edhe deri tek më të vjetrit, që pse jo është diçka e bukur, secili mëson nga njëri tjetrit, edhe ne mësojmë nga të vjetrit, edhe të vjetrit mësojnë nga ne. Edhe mendoj se duhet me filma, duke parë filma të kohës luftës, me filma, me recitime, domethënë duke marrë sa më shumë atë mesazhin e të kaluarës tonë, mendoj unë. Por besoj se pikërisht ajo duhet që të rinjt të jenë më të informuar, sepse nuk besoj se janë të mirë informuar për shumë organizime, për shumë gjëra që bëhen. Duhet të marrë në konsiderat edhe domethënë pjesa e vendodhjes, pjesa që domethënë të gjithë të kenë akses, të jenë të gjithë të informuar, por mendoj se duhen të bëhen më shumë evente që duhet të ketë shumë aktivitete që janë po themi edhe më nga pikpamja e kreativitetit, por edhe nga pikpamja e kuriozitetit janë më përfshirëse, edhe duke I parë gjërat edhe duke I provuar me eksperjenca. Për shembull ka vende që bëjnë edhe riprodhime ose rikrijime të situatave të disa prej, po themi, mbrojtjeve, sulmeve, luftrave ose momente, po themi, të një rezistence, dalin të rritur, të rinj etj, të cilët përgatiten me kohë, është si një lloj parade, po themi, siç bëhet në Brazil, parada e tyre e karnavaleve. Në këtë rast mund të ishte një parad në kuptimin ose një simulim I situatave, dhe kjo kthehet, është edhe lojë, po është edhe teatr dhe art, është edhe përkujtim, është edhe arktim. Normalisht kjo është një shkallë më të gjerë. Do fonde, se duhet I bësh të gjithë gjërat tamam, se veshin veshjet, përsërisin marrin shtëpi të vjetra të braktisura dhe bëjnë atje një skenar për të bërë për shembull një aksion, e filmojnë.
dhe pastaj argëtohen duke parë atë që kanë filmuar e tjerë. S'po them tani për të përdorur tanke dhe gjëra, po ideja është që ka lloj-lloj mënyra që komunitetet të ndryshme përdorin për të risjellë në jetë momente të lavdishme apo të hidhura apo të lumtura të historisë së një lufte e cila ka qenë një kauzë e zakonisht e rëndësishme për kombin. Për te faktit që problematika kryesore është e vërtetë që se si mund të jetë aksesueshme prej të gjithëve. Dhe kjo s'do të thotë se do të pëlqejë prej të gjithëve, por ama kjo nuk do të thotë as të kundërtën që të marrë një vlerë negative. Përkundrazi, një nga problematikat që unë shoh kryesore është tek pjesa e programit shkollor i cili nuk e akseson ose nuk i jep vlerën e duhur pjesës së periudhës së Pra luftës. këtu do bërë më shumë. Pra aty duhet të ketë gjithmonë një hap të parë dhe besoj se duke u nisur që nga baza e institucionit të arsimit, aty mund të ketë më pas një përfaqësim, se mund të themi më organik në vijime dhe me strukturat e tjera, nëse do të jepi pak më shumë rëndësi. Pastaj mund të ketë shumë vizita, mund të ketë shumë udhëtime, Absolutisht, mund të ketë ekskursione e tjerë Absolutisht. edhe mund të organizohen. Ke drejt për këtë gjë, unë do ta transmetoj si mesazh. Të jeni të qartë dhe të bindur për një gjë që ky nuk është një podcast rastësor. Unë këtu nuk përfaqësoj vetëm veten time, edhe as një interes politik të një kandidimi, po është më shumë se kaq, ti transmetoj kolegëve të mi qeverisë gjithçka çfarë marr me rëndësi nga zona, një pjesë e tyre e bëjmë po ashtu nga zonat që vinë. Dhe bisedojmë në mbrëmjet tona, bisedojmë për përshtypje dhe për ide që vinë nga komuniteti dhe kjo është një nga ato, do ta bisedojmë të gjitha me ministrin Manastiliu edhe më shumë, edhe më gjerë, edhe më lart. Mendoj që ka një rol të rëndësishëm dhe bashkia. Bashkia nuk mund të jetë dot të themi indiferente. Kur them bashkia nuk e kam fjalën kjo bashkia, por në përgjithësi pra pushteti vendor, njësia administrative dhe bashkia ka shumë lidhje me komunitetin dhe kush është më afër komunitetit duhet të jetë shumë i ndjeshëm për komunitetin, edhe këto programe mund të jenë ndryshe në një vend ku ka më shumë histori, mund të jenë më pak në një vend tjetër që ndoshta nuk e ka këtë histori, po bashkitë mund të bëjnë më shumë për këtë pjesë, ne duhet të bëjmë më shumë për këtë pjesë të gjithë, pra për riedzimin e historisë. Edhe e drejtë si vret edhe kjo pjesa e materialeve që ne marrim që të vegjël në shkollë, duke e bërë këtë gjë pa asnjë lloj përkatësie apo anësie politike apo pa si themi, pa e instrumentalizuar historinë, por duke i lënë historisë vendin e saj dhe të vërtetën e saj siç është. Për te aspektit shkollës ka një gjë që ndërlidhet shumë lufta me politikën. Është mund të them vetëm një objekt referimi, nëse do të marrim ditën e çlirimit, kush e referohet që është data 29 nëntor, kush e referohet që është data 28 nëntor. Është një gjë që na bashkon që kur do herë që do të ketë qenë ditë e çlirimit, e saktuar se data 29 duhet respektuar si datë. Po, për fatkeqësisht ka ende forca të cilat kërkojnë sebepe si që ne të ndahemi me njëri tjetrin dhe në këtë rast nuk kursejnë asnjë nga historitë më të bukura të vendit tonë, siç është lufta nacionale shqiptare, nuk kursejnë as atë për edhe si themi jetët e humbura për të, nganjëherë bëhen zero, vetëm për të gjetur një arsye se si të mos jemi dakord me njëri tjetrin. Është fatkeqësi kjo. Ndoshta do doja akoma më shumë dekada, vite, edukat, kulturë, ndërgjegjësim, rritje demokratike, vetdije, që të arrim në pikën që t'i kemi lënë mbrapa këto ndasi. Unë ju falenderoj shumë. Prap ju them që troç edhe haptazi nëse keni ndonjë mesazh tjetër edhe më direkt për zonën apo për atë që unë përfaqësoj apo për njëri tjetrin, për bashkëmoshatarët tuaj, bëjeni, më bën përshtypje që të shoh me atë bllokun që tregon një disiplinë tënde. Thjesht domethënë janë disa shënime që doja të thoja që brezi im përveç se ka si tip detyre, mendoj se duhet të vazhdoj dhe t'i kujtoj idealet që janë lënë nga paraardhësit tanë dhe mendoj se kujtesa jonë është më së shumti si një premtim që ata nuk do të harrohen. Dhe kjo besoj që është më e rëndësishmja, arsyeja pse ne vijmë në këtë jetë është që të lëmë gjurmë. Dhe siç e thash edhe më përpara, ne nuk mund të vazhdojmë drejt së ardhmes, po nuk kujtuam me lavdi të shkuarën tonë nga kemi ardhur. Dhe kjo është një mesazh që jap gjithë brezit tim, të gjithë moshatarëve të mi që kujtojini, nderojini
të gjithë ata që kanë luftuar për vendin tonë, se nëse nuk do ishin ata, ne nuk do ishim këtu, të kishim mundësi të jetonim kaq të lirë, të ndërronim dhe thjesht të vazhdonim jetën tonë kaq të lumtur. Kjo që dhe unë thosha në fakt drejtuar referuar brezitim është mos qëndroni të ngurtësuar tek pjesa e tiçimit të vlerave post lufta. Përkundrazi, jeni sa më organik. Duhet ta ndjeni diçka që në mënyrë që ta përfaqësoni. Nuk është e thënë ti je familje dëshmorësh, nuk është e thënë që mos kesh qenë, asnjë familjar i yt mos ketë marrë pjesë në luftë, mjafton që ti sot ke një identitet. Dhe një nga meritat e këtij identiteti që ti gëzon sot është në sajt të kësaj rezistenca. Ti je sa më organik, biles mos kem frikën për të stimuluar ide të reja edhe në organizmat që e kanë fuqinë për ta bërë. Dhe ku ka më bukur sot se sa liria e fjalës që një njeri mund të ketë lirinë për të shprehur një mendim dhe për të bërë një ndryshim. Edhe mund të vijë përmes e tham artit, po themi projekteve, programeve ndryshme që ne mund të lançojmë të gjithë edhe si individ, edhe investimeve të ndryshme që ne mund të bëjmë edhe individualisht edhe në grup. Unë uroj që Guri ndërkohë mos më vi pas podcastit dhe pasi dëgjoj podcastin të më thotë dua të bëjmë luftën në filan vend edhe në filan Kala apo ku diun se ku tjetër, domethënë ku kanë luftuar partizanët edhe do vi Guri tani do më kërkoj që të bëjmë atë që folëm këtu. Po gjithsesi, do kisha në fakt dëshirë ta tentonim edhe një lloj feste e cila do të kishte një themi jo inskenim, po një vënie në jetë një prej, nuk e di, luftimeve apo të ndonjë prej ngjarjeve kryesore historike. Populli ka një shprehje që thotë mund të ishte interesante që ta bënim të gjën. Populli ka një shprehje që thotë Guri rënd në tokë të vet. Edhe jo për të lidhur me emrin e Gurit, po besoj se të rinjt shqiptar duhet të dinë të vlerësojnë vlerat që ka Shqipëria sot. Dhe mbi të gjitha pse jo të kontribojnë në tiçimin e këtyre vlerave dhe shtimin e tyre sidomos. Guri Seferi për ata që po na ndjekin është pas murit të podcastit sepse nuk na lë, është këtu dhe është shumë i palodhur për kauzën që ne po flasim sot dhe është një nga figurat më kryesore në kryeqytet dhe në rang vendi për respektin dhe për përkujtimin e gjithë vlerave të veteranëve të luftës nacionale shqiptare dhe të antifashiste nacional shqiptare natyrisht, dhe që është një promotor i jashtëzakonshëm i lëvizjes për t'i promovuar ato vlera dhe për t'i përkujtuar ato gjithmonë në jetë jetëve. Unë ju falenderoj juve, jeni shumë të mirë, edhe do jemi në kontakt për aktivitete dhe për ide të reja, edhe jam shumë i bindur që me fëmijë si ju, me të ri si ju, kjo vlerë nuk ka se si të humbi. Dhe ne atë shpresojmë. Faleminderit. Faleminderit. Gjithmonë kënaqësi. Shumë faleminderit.